Antigona, e bia e Tibit, mbretit të Tebës dhe bashkëshortes së tij Jokastës. Ajo është një nga figurat më tragjike të ciklit të Tebës dhe mitologjisë greke që ne I themi Ilire në përgjithësi. Por është dhe personazhi kryesor në veprën me të njëjtin titull të tragjedianit të mirënjohur grek Sofokliu. Sofokliu ka meritën e tij duke e futur figurën mitologjike të Antigonës në radhën e veprave më të njohura të letërsisë antike greke dhe jo shqiptare. Nga martesa paradoksale e prindërve të saj, për shkak të lidhjes së gjakut që kishin me njëri tjetrin, duke qenë nënë e birë, konkretisht për lidhjen e tyre, erdhën në jetë përveç Antigonës edhe dy djem binjak, Eteokli dhe Poliniku, dhe një vajzë tjetër, Ismena. Pas rënies së perdes së errët që mbulonte për vite me radhë veprimet e fshehta dhe të panjohura të Etibit, që në greqisht është Etipus, vetverbimit të tij dhe vetvarjes së së ëmës, Antigona u detyrua të shoqëronte të atin e moshuar, Etibin, që e kishin dëbuar nga Teba në Kolon. Historia në fjalë dramatizohet në tragjedinë e mrekullueshme të Sofokliut. Me guxim burrëror dhe vetë sakrifikim të vërtet, Antigona, sy pa trembur, ju fut një rrugë të vështirë, edhe pse dinte se pasojat e një iniciative të tillë mund të ishin të pashmangshme, tragjike, duke u dënuar dhe me vdekje, por ajo kurrë nuk pendua. Aty, në këtë tragjedi, Tezeu arriti ta shpëtonte nga duart e dajes së vet, Kreontit, që ishte edhe vëllai I nënës, I cili shkoi për ta rrëmbyer. Pak kohë pas vdekjes së të atit, Antigona u rikthye në Tebë për të shmangur duelin e dy vëllezërve të saj me njëri tjetrin, të cilët kishin marrë përsipër udhëheqjen e Tebës. Pra, këtë luftë që nisi Poliniku ndaj Eteoklit, sepse e kishte përzën nga Teba. Kur lufta përfundoi në favor të Tebës me fitoren e Kadmusit, baba I Ilirit, por dhe me vdekjen tragjike të dy heronjve në portën e 7, sunduesi I ri, Kreonti, urdhëroi varrimin e Eteoklit, por dhe ndalimin e varrosjes së trupit të pajet të vëllait, Polinikut, I cili sipas tij veproi si tradhtar I qytetit. Antigona, në të kundërtën, me motrën e saj Ismenën, I shkeli të gjitha urdhrat e Kreontit dhe varrosi vëllain e saj të vdekur sipas dëshirës së zotave. Pra I gjithë ky konflikt përshkruhet në mënyrë të përsosur në tragjedinë e Sofokliut, me ngjyra shumë të gjalla. Një roje e cili kishte rënë në gjurmët e saj dhe e zbuloi dhe e çoi tek Kreonti, shënoi fundin tragjik të saj. Rezultati I këtij konflikti ishte ndëshkimi I pashpirtë I Antigonës. E mbyllën në një shpellë duke lënë pa bukë dhe pa ujë derisa të vdiste. I fejuari I saj, Emoni, I biri I Kreontit, e përkrahu veprimin e Antigonës dhe akuzoi të atin, I cili më vonë u pendua, pasi orakulli Triesia paralajmëroi se diçka e keqe do të ndodhte, por më kot. Antigona u vetvra. Në dëgjimin e lajmit tragjik, Emoni u rënua tërësisht nga ana shpirtërore dhe bindi të ëmën dhe kështu edhe ai u vetvra bashkë me nënën e tij. Pra, kjo është një tragjedi e cila përshkruan konfliktin midis ligjeve të familjes, prandaj është emri Antigona, përkundrejt familjes dhe ligjeve të shtetit. Në fakt, emri Antigonës është përmendur në tragjedinë e Eskilit më herët, të shtatët kundër Tebës. Po ashtu edhe Euripidi ka shkruar një tragjedi për Antigonën e cila ka humbur. Pra, 3 tragjedianët më të mëdhenj grek dhe jo ilir kanë përshkruar këtë ngjarje të jashtëzakonshme që
është shumë e rëndësishme. Ky konflikt midis ligjeve të familjes dhe ligjeve të shtetit është shumë i gjallë në Shqipëri. Pra, çfarë ndodh? Antigona shkatërrohet si qytet nga forcat romake nga shekulli II para erës sonë. Nuk rindërtohet më. Pastaj, në shekullin e 20, Antigona zbulohet nga i vet ashtu quajturi grek Dimosthenë Budina. Ishte shqiptar që quante veten grek. Dhe tani mrekulluar me letërsinë greke, një lloj si zonja Kocaqi, Dimosthenë Budina zbulon 14 vula të qytetit me emrin Antigonon në rasën gjinore shumës, siç zbulova unë emrin Skodrinon në rasën gjinore shumës, dhe e kuptoj që kjo është vetëm në greqisht. Një lloj siç e kuptova unë Skodrinon në numrin shumës. Të gjithë emrat e qyteteve ilire dalin në numrin shumës gjinore, sepse janë pjesë e një tokfjalëshi të fshehtë, Koinon Antigonon. Në Shkodër, Koinon Skodrinon. Në Lezhë, Koinon Lisjatan. Në Vlorë, Koinon Aulon. Në Durrës, Koinon Dyrakion. Në Byllis, Koinon Byllionon. Çfarë ndodh? Çdo emër i qytetit të lashtë i lirë është grek në numrin shumës. Dimale është Dimalatan në numrin shumës gjinore. Pra Dimosthenë Budina kuptoi që kjo është në numrin shumës gjinore pjesë e fjalës koinon. Fjala koinon në gjuhën shqipe është përkthyer qarku. Komuna në gjuhën e Kosovës. Por në greqisht është koinon. Antigona është qytet grek. Gjirokastra është qytet i ndërtuar në kohën e Bizantit. Vjen nga fjala Argyro Kastro, që do të thotë kështjell argjendi në greqisht, është emri i Gjirokastrës. Pra, Antigona kishte mbetur e varrosur, e zbulojnë arkeologët grek ose shqiptar që si doni, ato që veten grek, flasin shqip. Dhe kanë vepruar si një grup i strukturuar kriminal. Për këtë arsye, menjëherë mbas zbulimit të Antigonës, Dimosthenë Budina arratiset për në Moskë. Dyshohet se ka ndihmuar Dimitër Anagnosti, që ka qenë agent i shërbimit sekret rus. E sigurt. Pra, minoritarët kanë bashkëpunuar me njëri tjetrin dhe akoma bashkëpunojnë dhe sot si armiqt më të betuar të Shqipërisë. Janë vetëm shqipfolës, por e ndiejnë veten grek. Kryeministri ynë i dashur fiton zgjedhjet mbas 21 janarit, të cilën e provokoi vet. Ai është autori i 21 janarit. Agjentët e Sorës e kanë ndihmuar për të goditur shqiptarët gjatë demonstratës për t'ia vënë fajin qeverisë demokratike atëherë. Dhe çfarë bën kryeministri shqiptar nga Surreli në momentin që ai merr pushtetin? Parlamenti i përbërë nga socialist, por të kontrolluar nga njerëz të tij, vendosin të krijojnë qarkun e Antigonës, që në hartat greke është Koinon Antigonon. Është në hartat greke qyteti i Gjirokastrës dhe quhet jo qarku i Gjirokastrës, jo qarku Antigonon, por Koinon Antigonon. Një lloj si në origjinal në greqisht që ka qenë 28 shekuj më përpara. Këtë ka bërë kryeministri shqiptar. Ky është krimi i tij më i rëndë dhe do ta gjeni këtë në ligjin 125 të kodit të Shqipërisë,
që është miratuar nga parlamenti i tij dhe nga demokratët e Sali Serbit, gjithashtu. Në fakt, autori i këtij projekti është Edmond Spaho, e ka bërë këtë projekt në vitin 2007 me dekretin e Sali Berishës. Pra Sali Berisha dhe Edi Rama kanë bashkëpunuar me njëri tjetrin, por bashkëpunimi ka nisur më herët me Fatos Nanon. Nano do thot xhuxh në greqisht, është minoritar Fatos Nano. Pra këta janë kryeministrat e Shqipërisë. Edi Rama e ka gjyshen minoritare, greke. E kuptoni apo jo? Banon në Surrel, por vjen nga fshati Ramaica, në kufi me Greqin, familja Edi Ramës. Pra në momentin që ai vjen në pushtet, ka krijuar ligjin 125, parlamenti i tij. Është ligji më famkeq, ka krijuar Koinon Antigonon. Në shqip qarku i Antigonës. Ky është krimi më i rënd i Edi Ramës. Përveç faktit që të gjitha të dhënat e shqiptarëve ai ka mbledhur në një disk dhe ju a ka dorëzuar organizatës së Soros. Po çfarë ka bërë ai, sepse ju nuk e dini? Këto të dhëna janë dorëzuar një firme amerikane që quhet Palantir, e cila ka krijuar një software, një program që është lidhur me Pentagonin. Në këtë program mund të lokalizohet çdo njeri në botë dhe të zhduket në mënyrë që familja e tij mos ta di se si është zhdukur. Këto eksperimentat ai kanë bërë në Palestinë, gjatë konfliktit të njerëzve të shkretëtirës me njerëzit e mirë të Palestinës. Janë bërë eksperimente atje, por janë bërë eksperimente dhe në Shqipëri. Të vazhdojnë të bëjnë eksperimente, si mund të zhduket një njeri pa gjurmë. Pra të dhënat e shqiptarëve i ka marrë në një disk Edi Romi, Edi Jevgu dhe ju a ka dhënë njerëzve të shkretëtirës. Ndërkohë ka krijuar qarkun Antigone. Edi Romi, kryeministri juaj, që duket si patriot, por në fakt ka krijuar shtetet helene në Shqipëri përsëri. Me ligj. Edi Rama duhet marrë dënimin kapital bashkë me Sali Berishën. I ftoj të gjithë shqiptarët sot të shkojnë në varrin e Fatos Xhuxhit dhe të bëjnë atje ujë në holl çdo ditë, edhe ujë në trash. Kështu shqipron shqiptari, kështu i shpjegon shqiptari qytetet e lashta ilire, që janë greke të gjitha. Shqiptari është drilona, se kuptoni apo jo? Drilon, na kanë thënë neve grekët, do të thotë organ mashkullor në greqisht. Më merret fryma kur e kujtoj. Pra, kjo tragjedi është kaq e bukur, kaq e mrekullueshme, sa që është përdorur edhe nga autorë të tjerë grek të panumërt më vonë. Por këta janë gjigantët më të mëdhenj: Sofokliu, Euripidi dhe Eskili. Por më e bukura ka qenë e Sofokliut, si krijim. Shënon fillimin e tragjedisë moderne. Të dashur shqiptar, emri Antigon është kërcënimi më i madh për pavarësinë e Shqipërisë. Duhet hequr menjëherë. Në Shqipëri, njeriu më i rrezikshëm sot është zonja Kocaqi, që ju ka ndryshuar identitetin shqiptarëve. E ka bërë identitet grek.
Pra ne jemi të çmendur. Kryeministri nga Sureli është kryeministri i një populli të çmendur. Ju lutem zgjohuni nga gjumi, o të mirë. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.